Përshëndetje, thuaj përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët në kanalin tim. Mirë se erdhëm. Kanalin e Wengjit. Kanalin e Wengjit. Unë jam Wengjit dhe ky është një fim Kajan. Dhe sot do bëjmë një video shumë të bukur bashkë. Çfarë ke Shumë të bukur, bra. Po pra, dëgjoj, unë do të bëj pyetje. Ja, mami. Unë do të bëj pyetje dhe ti do përgjigjesh, okay? Po. Okay. Je gati? Po. Do ta shikosh veten tënde në YouTube. Po, tëndë. Pyetja e parë. Dëgjove. Kush është më e fortë? Unë. Një sekundë, se se kam mbaruar pyetjen. Mami apo një dinosaur? Një Kajan. Ja, një Kajan. Jo, po mami apo dinosauri? Kush është më i fortë? Një dinosaur. Më i fortë se mami? Po mami që të ngren hopa nuk është e fortë? Jo. Jo? Pse nuk ka ngrën fasule mami? Jo. Po të hash fasule je i fortë? Kajan, sa vjeç është mami? Mos ja thuaj, jo. 32. Do jep të ndonjë përgjigje kështu. Kajan, cila është gjëja më e bukur në botë? Një film. Cili? Film një film e bukur. Çfarë është dashuria? Një dashuri. Dashuria më e madhe në botë është mami. Po. Si bëhe fëmijët ta tregojnë më vonë kur të rritë. Kur të rritet. Sa lek ka Daviti? 5.000 lekë. Mos ik se s'kam mbaruar video, hajde këtu. Prit se do pi ujë. Hajde, pi ujë dhe hajde. Spektatorët do artrokitje. Kush bën më shumë rrëmuj në shtëpi? Mami. Jo. Këtu e ke gabim, trego të vërtetën. Kush bën më shumë rrugë? Kian. Kijani. Emir. Çfarë të pëlqen më shumë te mami? Çfarë të pëlqen më shumë te mami? Nuk e di. Shikojnë çfarë. Shikoj një. Zemra. Çfarë ke mami? Çfarë ke mami? Bëj një zemë. Zemra. Ja bëj një. Po tjetër çfarë ke? Mëna flas. Dëgjoj. Nëse do fluturoje, ku do shkoje? Ku do doje të fluturoje? Në qiell? Po. Pse? Nuk e di. Kot. Në Gjermani po do shkoj. Gjermani do shkoj. A din peshqi të lajnë dhëmbët? Po. Po ti di të lajnë dhëmbët? Di t'i laj. Sila? Ja tregoj kështu, çfarë lëvizësh bën? Di t'i laj. Nëse do kishe një elefant, si kafshë shtëpiake, Po. ku do ta vije të flinte? Elefanti. Po ku? Ku do flinte elefanti? Krevat. Po ke krevat aq madhe? Kajan, pse qeshin pulat që bëjnë? Pse qeshin? Tallën. Tallën ata? Çfarë bën pulat ku bën kaka? Ve? Vez. Prandaj qeshin. Çfarë do dielli për darkë? Do ham buk. Çfarë do për darkë? Buk do. Buk me çfarë? Me çokokrem. E ku shkon dielli kur fle? Krevat. Po ja, nuk shkon ditën krevat. Nëse po të kishe një shtëpi për çokoladë, çfarë do kishte brenda? Shtëpia e çokoladës. Çokoladka. Çokolada me çokoladë? Çfarë do doje ti, një akullore gjigante apo një dinosaur? Një dinosaur. Pse? Nuk e di. Pse të pëlqen dinosauri? Se është i bukur. Është i bukur, cili me vërtet? E vërtet. Kush është më i fortë? Davidi. Davidi? Se mami? Po. Më i fortë? E kush është më i bukuri në familjen tuaj? Mami. Angela, e dëgjove? Si tha?
Tash kush është më i bukuri në familjen tuaj? Mami. Sa kilogram peshon Davidi? Shumë. Sa? Sa? Ha? Shumë. Po thuaj një numër. Sa kile? 1, 2, 3. 1, 2, 3 kile? Po. Okej. Po një pyetje shumë e rëndësishme tani. Po të pëlqen intervista? Po. Ja të ham, ja masoj mami. Me që janë greki. Mamu. Ma mori. Do tjetër. Ja. Që më vonë. Dëgjon. Angela, dëgjojnë që këta bëjmë këtë pyetje. Çfarë punë bën mami? Shumë. Çfarë punë bën? Punë mirë. Ku punon mami? Sa lek fiton mami? Shumë. Sa? Thuaj një numër. 5.000 lekë. Shumë poshtë e pas ke pasarin ti. Pak të thuaj Çfarë punë bën Davidi? 1 milion o shok. Bën punë me 3.000 lekë. Po ti ishe te punë e Davidi në Gjermani, çfarë bënte Davidi? Punonte. Punonte. Kush duhet të flej në divan? Davidi. Pse Davidi? Se do fëmit. Ta nxjerrim nga krevati që të flesh ti me nane. Kajan. Kush i argjon më shumë lekët? Davidi. Këtu ka të drejtë. Këtu ka të drejtë. Kajan, më mirë ti jetosh me dinosaur apo me majmuna? Me majmun. Me majmun? Pse? Si bën majmuni? Pse i do majmunat më shumë se dinosaurit? Ndo. Më të mirë. Janë të mirë. Janë më të mirë. Jam të mirë. Çfarë bën Davidi kur mami nuk e ka mendje? Lozit. Me çfarë los? Me mami. Sa kilogram peshon mami? Oje. 2 kilogram. Kush duhet t'i lajë enët? Kajan. Ti duhet t'i lash. Bravo, i lan ndonjëherë ti. Laj. Shumë shpesh, a? Çdo ditë, vetëm ka janë i lan enët të shtëpi. Asnjëri tjetër. Kush flej më shumë? Una. Ti flej më shumë? Në vërtet? Tër natën? Mami e vërteton? Flet. Shumë thot mami. Kënaqë. Kush dëgjon më pak? Kush e dëgjon më shumë? Më pak mami ose Davidi? Davidi. Çfarë dhurate do nga babagjyshi? E ti. Nëse babagjyshi të dëgjon tani, çfarë dhurate do që të sjellë? Një të madh, një të kuqe. Një çfarë? Një më të madh, një më të kuqe. Po çfarë një më të madh, një më të kuqe? Çfarë? Më ngjyra. Po çfarë me ngjyra? Çfarë? Libër, makinë, tullumbace, çfarë? Çfarë dhurate do nga babagjyshi? Çfarë ke dëshirë? Një lodrë. Po cilën lodër? Makinë. Një makinë? Okej. Nëse makina do hante ushqim, çfarë do hante makina? Tost. Një tost. Me djath apo me sallam? Me salcë. Një tost me salcë, ku e ke parti këtë? Kjo është kot fare. Ja fute kot. Ja fute kot. Ja fute kot. Ja. Kajan, dëgjoj. Po ti ishe superhero. Çfarë fuqie doje të kishe? Po ti ishe ha? Buk. Të prodhoje buk. Po. Ah, shumë mirë. Për kë, për mamin? Çfarë ngjyre ka uji? Bardhë. Po era që fryn, çfarë ngjyre ka? E bardhë. Edhe era. Po. Okej, e po mirë. Çfarë të pëlqen më shumë te Davidi? Mami. Mami? Ah, po te mua, çfarë të pëlqen më shumë te mua? Jani.
Qa do si lodër? Një rosë që flet apo një kal që këndon? Kal. Që këndonë? Si këndon kale? Si bën kale? O tull. Shtjep më shumë vlerësira. Oja. Hoxha! Hoxha! Ja. Ku i gjete? Kur zemrohet më shpejt? Una. Pse? Pse zemrohesh ti më shpejt? Për çfarë zemrohesh ti? Se jam i madh. Okay. Nëse po nuk qeve i madh patjetër që zemrohesh më shumë. Kush ka flokët më të bukur? Negi. Faleminderit se sot do i kam lyer. Është një përgjigje shumë e saktë. Edhe një pyetje tjetër, po këtu do të tregosh shumë i sinqert, dakor? Kush bën më shumë gabime? Mami. Po çfarë gabimesh bën mami? E mbarova më ju. Jo. Çfarë gabimesh bën mami? Mos e deri formo pyetjen. Vërtet. Po ti? Me edhe në kush. Po të kishe një qenë, si do ta quaje? Si do ja vije emri? Qenush. Qeni qenush, kush rapatush. Ha? Sa kushton të blesh një pulë? Mami. Jo. Pula, sa lek është? 5.000 lekë. 5.000 lekë. 5.000 lek, Daviti merr 5.000 lek, mami bën, jo, Daviti bën 3.000 lek. Mami bën 5.000 lek, Do të më 2 ditë të hanë si pull. të ditën të hash një pulë. Nga. Jana lajm peshqit. Lajm peshqit. Po. Ku? Të Kolumb. henët. Kolumb. Te hana. Ku? Do të bëja. Është rrugë ato, lak një. Ka janë, edhe këtu, hajde pyetje fundit. A kanë telefon majmunat? Jo. Pse? Zdi. Nuk dinë ata janë butallë. Po. Mirë, çfarë do të thuash tani? Ti themi mirupafshim njerëzit, këto ishin disa pyetje shumë fani. Po, thua një mirupafshim. Po. Kalov shumë mirë. Bëjo një zemër. Se do flasim nesër. Të bëj një video tjetër nesër. Do përgjigjesh më gjatë nesër. Po. Po të si po shkon te kamera, dale, se s'kam thënë mirupafshim si do ta shtypim patjetër. Nuk i bëre dot gjë. Mbyllë, i që dorën tani. Si jemi në video tjetër, ky ishte nipi im Kajan që na dha disa përgjigje shumë interesante. Mami bën punë 5.000 lek dhe Daviti 3.000 lek. Po. Kaq, kjo është rroga e muajit. Sa ku do